Mirë se erdhët të dashur miq në takimin tonë. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do të udhtojmë sot së bashku në Berat, në komunën Kutalli, aty ku gjendet fabrika e përpunimit të qumshtit Erzeni. Në fakt besoj të gjithë e njihni kosin e famshëm Erzeni që e konsumojmë çdo ditë në shtëpitë tona. Dikur mamat tona përpiqeshin që ta realizonin diçka të tillë në shtëpi vet, me farën e kosit, duke bler qumshin, arrinim të bënim çdo ditë kosin, i cili gjithashtu është shumë i nevojshëm në dietën tonë të përditshme ushqimore. Kurse sot kemi mundësinë pikërisht që duke kursyer kohë, duke e gjetur pikërisht kosin të gatshëm dhe shumë afër naturalit, pikërisht shumë i ngjashëm atij që ne kemi pas realizuar dikur në shtëpitë tona. Ndoshta edhe më i mirë sepse më me pak yndyrë. Do t'u them pra sot pikërisht në komunën Kutall ku realizohet, ku përgatitet kosi i Erzeni, po edhe shumë në produkte të tjera të qumshit, në fabrikën Erzeni. Unë kam sot të ftuar në studion tonë zotin Isuf Begaj, presidenti i fabrikës Erzeni, të përpunimit të qumshit Erzeni. Mirë se erdhët. Sa vite ka fabrika Erzeni që është ngritur edhe që funksionon? Në radhë parë, unë një falënderim do t'ja për ju, zonja Rudina, dhe për televizionin tuaj shumë të shikueshëm në Berat, i cili në emisionet e mbasditë trajton probleme shumë të rëndësishme, kryesisht si ky sonde që flet për garancinë ushqimore të njerëzve, popullatës. Pra ky është një falënderim për ju dhe për televizionin Klan. Faleminderit shumë. Fabrika e përpunimit të qumshit Erzenit, ashtu siç e thatë juve, është në komunën e Kutallis të rrethit Beratit. Ne se vjet mbushim 20 vjetorin e formimit të saj, edhe e kemi ndërtuar për komunën e Kutallis. Duke pas parasysh që komuna e Kutallis është një komunë e madhe dhe e njohur për prodhimet e saj bujqësore dhe blegtorale, lindi si nevojë që qumshti i fermerëve të kësaj zone duhet diku të shkonte. I cili ishte me shumicë, që ishte me shumicë dhe është me shumicë. Duke qenë kështu, neve menduam që ndërtonim një fabrikë qumshi që para 20 vjetësh, me ato mundësi që kishim në atë kohë. Kështu që vite pas viti neve sot kemi ardhur në një fabrikë të vërtetë, domethënë të qumshit, e cila ka pajisjet nga modern për përpunimin e qumshtit. Ne do të kemi mundësi t'i shohim pak më pas, sepse kemi përgatitur materiale të ndryshme, të cilat do t'ja prezantojmë teleshikuesve tanë, kemi udhëtuar pikërisht në fabrikën tuaj për të parë se si realizohen të gjitha këto procese të përpunimit të qumshit për të realizuar më pas në produktet e tij, por do të prezantoj edhe një tjetër të ftuar që kemi sot në studio, ai është zoti Alban Zusi, konsulent për sigurinë ushqimore. Mirë se erdhët. Në fakt, jetojmë në një kohë ku shumë shpesh diskutohet për sigurinë e ushqimeve në treg, të produkteve që konsumojmë. Aq më tepër, atyre ushqimore pa diskutim, kur bëhet fjalë për produkte të cilat edhe skadojnë shumë shpejt. Pra kanë një afat skadence shumë të shkurtër, gjë që kërkon një kujdes shumë më të madh, mbikëqyrje le të themi shumë më të madhe të tyre, apo jo? Sakt. Është në fakt është temë shumë e ndjeshme, i gjithë publiku ka shumë ndjeshmëri ndaj ushqimit, aq më tepër siç e thatë ju produkteve të freskëta dhe kompania Erzeni pikërisht në këtë është e shquar në ofrimin e produkteve të freskëta, sepse shpesh herë për motive nga më të ndryshmet prodhuesit nuk ofrojnë garancitë e nevojshme, ose të paktën ka një lloj paragjykimit nga ana e publikut, nga ana e tregut, që ndoshta prodhuesit tonë nuk ofrojnë. Por në fakt nuk është kështu. Unë në cilësinë e drejtuesit të një kompanie konsulence dhe certifikuese që më jepet mundësia t'i shoh gjithë kompanitë përpunuese shqiptare, sidomos në sektorin agroushqimor, mund të them me bindje të plotë se pjesa më e mirë e prodhuesve shqiptarë dhe sidomos ato që kanë vendosur brand, siç është Erzeni apo të tjera kompani, ato që kanë vendosur brand mbas tyre nuk e kanë të rastësishëm këtë brand. Mbas tyre kanë ndërtuar një piramidë të tërë që garanton sigurinë ushqimore të produkteve të tyre. Por ju do të na thoni me siguri më pas të tjera informacione dhe detaje se si ndërtohet gjithë kjo siguri, e cila në radhë të parë në fakt vjen nga përgjegjësia morale që kanë vetë drejtuesit e një biznesi të tillë. Aty fillon gjithçka dhe më pas me hallkat e tjera të gjithë këtij sistemi, le të themi, sigurie, i cili ka lidhje të drejtë për drejtë me shëndetin e konsumatorëve. Por unë dua ta fillojmë të flasim për kosin. Unë personalisht e konsumoj shumë kosin Erzeni, ju a them sinqerisht, sepse është shumë i shijshëm dhe më ngjan shumë me kosin natyral që ne realizojmë, kemi pas bërë dikur në
shtëpi tona. Do ta sjellim fillimisht kronikën që ne kemi përgatitur dhe më pas të mësojmë sekretet e këtij procesi kaq natyral, kaq të shëndetshëm të realizimit të kosit Erzeni. Odeta Dume, gazetare jon, ka udhëtuar pikërisht në fabrikën e përpunimit të qumshit Erzeni për të parë se si realizohet përpunimi dhe realizimi i këtij kosi deri edhe në shpërndarjen e tij për ta pasur më pas në shtëpi tona. Kosi Erzeni në Berat, ndjekim.